Tash mund të shikoni pjesën si monitorohet kufiri. Këtu vrehen gjitha gjallësat ose diçka që lëron temperaturë, vret në ngjyrë të bardhë. Pika nxehtë ku grumbullohen emigrantët zakonisht është lokacioni që po afron, po e tregon droni. Dhe tash do të fluturojmë deri në atë lokacion. Që të shihet edhe më mirë. Kjo është skaj autostradës. Skaj autostradës. E kontrollojmë këtë zonë, pastaj shkojmë te vija kufitore. Siç vetë këtu nuk ka ndonjë person. Edhe pse kemi raste kur i kemi zgjetur dhe të dyshuarit janë arrestuar. Ka rrugë gjana në këtë zonë? Rrugë gica zakonisht janë për këmbësor, që kalojnë për këmbësor. Këta cilën rrugë ndjekin për me kalu pikën? Këta shkojnë prej vendbanimeve që janë aty, si për vendbanimeve, edhe në këtë pjesën malore, dhe kalojnë pjesën malore këtu, e kalojnë hyrë në Kosovë. Afro të afro. A janë të armatosur këta? Emigrantë zakonisht nuk janë të armatosur. Personat që i shoqërojnë ata, kemi pas raste kur në mesin e tyre janë personat të armatosur, por që janë shtetas siriane, algjeriane ose të ndryshëm, sepse janë krijuar grupe edhe mes tyre që mirën me kontrabandim. Ka pas shkëmbime zjarri. Midis juve dhe? Po, dhe jemi angazhuar si Policia e Shqipërisë ashtu edhe na. Pjesa është bërë arrestimi të pas disa hetimeve që kanë zgjatur. Po, pjesa e liçenit, se kur është e zbrazët, liçeni kur është e zbrazët, ofron mundësi për me kalu. Përmendë shkëmbimin me armë, ka qenë shumë i rrezikshëm? Po sigurisht çdo shkëmbim që paraqet në rrezik, mi për formë profesionalizmit nuk ka pas personat të lëndum, edhe më vonë është arrit të arrestohen personat që kanë qenë dyshim në atë rast. Ka pas dhe lëndime mes emigrantëve, të cilët nuk i kanë përshtatë grupeve apo direktiva që i kanë ata. Që si duket, që është pozicioni jonë që jemi na. Jemi në distancë zonat më të thella prapa kodrava që nuk kalojnë, no? Po kalojnë, po janë më të vështira për kalim. Ata zakonisht mundohen me qenë zonat ku kalohet më shpejt, pa u vrejt. Në zonat fjella ka pas raste, po janë më të rënda. Ju keni intervistu besoj sirianët që kanë ardhur në këtë zonë. A ju kanë tregu sa parë i paguajnë për me kalu kufirin? Pagesat janë ndryshme, varësisht për grupeve kriminale. Pagesat që kanë shkuar 10.000 euro. Prej fillimit, prej startit. Prej startit. Do të thonë, grupet kriminale vazhdojnë kufit pas kufirit të i përcjellë imigrantë. Është një zinxhir i kontrabanduesve. Ka dhe persona që s'kan tolla i bashkangjitur me grupe. Kryesisht janë të organizuar. Zona e kufirit me Vërmicën është njëra nga rrugët ilegale të kalimit të refugjatëve nga Shqipëria në Kosovë, e pastaj në zonat e tjera të Evropës. Nga mbikëqyrja me dron policia vazhdon në mbikëqyrjen fizike. Ekipe policore me armë të gjata patrullojnë zonën dhe gjatë natës. Ata përdorin pajisje infrared për të detektuar lëvizjet e dyshimta në zonën përreth kufinit. Operacionet e mbikëqyrjes së kufirit në Vërmicë vazhdojnë gjatë 24 orëve, ndërsa për policët e zonës nuk ka kohë pushimi. Ata kujtojnë që kontrabandistët kanë qarkulluar në çdo orë, duke përdorur çdo rrugë që ju ka dalë përpara. Ne jemi njësia e stacionit policor mbikëqyrjes kufinit, Vërmicë. Tash jemi të shku në patrullim zakonshëm në fshatin Vërmicë. Aty janë disa pika të cilat i shfrytëzojnë personat për kontrabanda ndryshme, kalime ilegale, edhe tani
aty edhe pozicionomi pikë vëzhgimi edhe prita, ku deri me tash kemi pas kogjo sukses të mirë, kemi bu parandalimet e tyne, po ashtu edhe arrestimet e ndryshme personave që janë has kontrabanda apo kalimi ilegale. Zakonisht cëllën kohë dalin kontrabandist, cëla është ora që mas shpeshti? është ajo e ndrimeve paka shumë, domon orarin e punës kur bëhet ndrimi i patrollave, po edhe prej orës 9, faktikisht me këshir nuk ka pas orë caktune kështu diçka. Domon ko pas kove që kemi qëndru ka 2-3 orën, janë hasën personat. O në këtë hipotezën, apo edhe mshatin Shkoza atje. Domon vetëm kjo ka qenë pika ma strategjike e personave që kanë tentuar me dalën si për kontrabandat ndryshme, po edhe për kalime ilegale. Çfarë shtetas mas shpeshti kalojnë në këtë zonë? Po për kalime ilegale, prej shtetit fësin Shqipërisë, ka pas edhe të vendeve treta, të Afrikës, dhe Moseri, Bangladesh, Palestinë, e kështu tjera. A ka pas grupet mëdhaja të sirianëve që? Po, ko pas kohë, edhe të mëdhaja, po edhe të vogla. Ka pas edhe familjar, edhe krejt ato. Deri në sa persona keni mri mas shpeshti me i hasë? Po 20, 30, deri në 40. Kjo është rruga për fshatin Vërmic, për me shku në atë pjesën ku nave që bojnë vëzhgimin. Kjo është ai veni që ju tregova, domthon ku e bojnë vëzhgimin. Kërët zakonisht i lamë që si pozita që nuk shifet, edhe dalim në qëtë hapësiren që to që është pak që shifet edhe pjesa bregut liçenit, pjesa autostradës, edhe 2 pjesë e krahut që krejt që të bojnë, që të krahun që të poshtë, domthon ata persona që tentojnë me hi, apo për kontrabanda ndryshme të mallit që bajnë. Kjo është veni që patrollojmë edhe pe këtu, zakonisht kemi hez kom edhe kemi shku deri te folia Shqiponjës atje natë. Domthon që ky krahu ku pe pozicionon këmi dritë prej naltit deri poshtë që do vinë. Njëkohësisht edhe pe kësaj pjese që tu poshtë. Kjo tjetra pjesë e kanë përdor për me ra në autostradë këtë tuneli që vjen për Vërmic, edhe me prit në ai automjet me marr. Edhe pjesa bregut liçenit shifet krejt. Këtë këto, që si zakonisht natën kur t'jemi përdorim edhe këto dërbit, edhe tërmike edhe këto tjera që ka i kemë edhe shifet si me konë dritë. A ka shaja këtu që kanë lëviz njerëz? Çka një këti si shaja? Shaj të këpuzve, edhe shaj të teshave, apo dekzimet i thejnë, që për grupi tjetër, me pas shajnë ka kanë vazhdu ata. Domethënë gjatë patrollimit këtë këto i kemi hasë na vetë. A këtanë, edhe disa pjesë ja u kemi marrë që bja u prish ato që, po faktikisht këtë që tu kanë rahe, domthon prej Shqipënisë që kanë hi, që kanë roknina. Ose bregut liçenit, atje është hapësirë, kur nuk ka ujë, është hapësirë shifet krejt. Është një hapësirë që domthon vendosim kerën edhe rrim dhe vetëm i presim.